Vetëm as kafsha be nuk dhunohet. Kush janë be këto bura idiota pisa që dhunojnë gruan? Ku e tregojsh be ti forcën, te gruaja e tregojsh forcën? Ku është forca për ta treguar? Askundi. Forca shko tregoj në palestër. Mos u bën idiot ta dhunojsh gruan. Idiota, burat lig që dhunojnë gratë, tregojnë forcën te gruaja. Idiota. Edhe këto gratë, të cilat i pranojnë këto bura që po do të bëhet ma mirë nese, nuk bëhet ma mirë, ma ai bashkëshort që ushtron dhunë, ne kemi bërë një fushat të tërë me psikolog, me psikiatri, me njerëz të cilët merren me këtë çështjen e sjelljeve deviante tek njerëzit. Se mund të jetë edhe gruaja, unë nuk e mbroj, më ka edhe gra që i dhunojnë burat, edhe ajo është e keqe, edhe ajo është njëjtë e dënueshme prej anës time. Unë nuk jam person që jam feministe, thjesht e mbroj të drejtën. Gjdo ngritje zëri edhe gjdo reagim i pa kontrolluar i gjdo personi duhet të trajtohet me psikolog. Në qoftë se ke reagime dhunësh, kom psikiatër, merr hapa, mos i bën tortur tjetrit. Ka shumë gratë që jetojnë tortur çdo ditë. Unë jam shumë e revoltuar. Të kem fuqinë, kam shumë njerëz që më mbështesin, nga mërgimi veçanërisht, kam shumë njerëz që më mbështesin. Të kem edhe pak më shumë ndikim në rrjetet sociale, do ta bëj një lloj qendre në Maqedoni, veçanërisht në vendin nga i cili unë vin, nga Tetova, edhe do të mundohem që atje të paktën një suport të vogël që u japim këtyre grave në momentet e para që ata nuk guxojnë të shtrojnë dhujë. E gjithmonë kur më thirr ndonjë grua, edhe kur shkoj ta shoh atë gruan, e cila është e dhunu, e bërë zi nga e mavjosur nga ajo që ai ka shkaktuar bashkëshorti, e kam edhe unë një vajzë të vogël, quajnë Orhidea, edhe tham, me ja bë dikush Orhideës këtë. Çka kisha bë unë me dhunu dikush Orhideën? Limitet e mia nuk do kishin fund, çka kisha bë unë me dhunu dikush Orhideën, vajzën time. E shofa të burin, ka vajzë. I tham, ty me ta dhunu dikush vajzën, çka kishe bo? Kisha mbyt. Po ti e ke mbyt nanën kësaj vajzën, kjo është vajza e dikujt.